Të kesh një varësi, qoftë ky alkool, pigjol, substanca është një nga gjestet më të mëdha të vetë mashtrimit për dy arsye. Një, sepse mbas një varësie shpeshherë qëndron një plagë emocionale, qoftë kjo një gjendje ankthi, depresive, qoftë një traumë ose një periudhë stresante. Pra ti, mbas kësaj varësie, po fshihesh, po fshe emocionet e tua, nuk po përballesh. Nga ana tjetër, ku është vetë mashtrimi? Sepse shumë thonë, nuk e kam darmendjen sepse unë e lë kurtë tua, por ama nuk e ke bërë akoma dhe nuk jam këtu për të bërë moral, por jam këtu për të thënë që e vetëm jam mënyrë për të hequr dorë dhe ndoshta ka ardhur koha që ta nisësh dhe të vitin ndryshe, është që të jesh i motivuar, i vetë motivuar. E dini se çfarë ndodh kur vin pacient, një nga pyetjet që ne bëjmë është, po vjen me dëshirën tënde apo ndoshta të ka shtyrë një familjar? Dhe më besoni, ata që thonë nuk ka shtyrë gruaja, nëna, papai, shoqëria etj, janë ata që dështojnë, sepse mungon vetë motivimi, je ti që duhet të dëshirosh të ndryshosh sot, tani, jetën tënde dhe mos mendosh edhe sot se është vit i ri. Jo, tani, ta bësh tani. Për ndryshe, duhet të kërkosh ndihmë dhe të thuash, unë dua nga sot të jetoj shëndetshëm, dua të ndaloj, dua të përballem me emocionet e mia sepse dua të shërohem. Varësia është një sëmundje. Që kështu kur ajo merr një hapin, drejtoni tek specialisti dhe më besoni, kam parë pacientë të cilët kishin një varësi prej vitesh ndaj heroina dhe me vullnet, dëshirë për të ndryshuar jetën e bën atë. E arritën qëllimin e tyre në të arritësh edhe ti. Dhe po përmend heroinën, të dëshin nga varësitë më të vështira për të dalë.